Një situatë krejtësisht e papritur ka tronditur mbrëmjen e sotme në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Big Brother VIP Albania 5. Brikena, Greta, Mateo, Kristi, Mali dhe Miri kanë dalë nga akuariumi dhe janë bashkuar pjesës tjetër të banorëve. Pas vendimit të vëllait të madh për t'u dhënë atyre një shans të artë për të dalë nga izolimi. Por ky shans erdhi me një kusht tepër të rrept. 6 banorët nuk duhet të komunikojnë në asnjë mënyrë me pjesën tjetër të shtëpisë, përveç se mes tyre. Nëse njëri prej tyre thyen rregullin, të gjithë do të rikthehen menjëherë në akuarium për një kohë të pacaktuar. Sapo dolën nga izolimi, banorët e tjerë nuk humbën kohë dhe nisën provokimet, duke u përpjekur të çojnë drejt gabimit dhe humbjes së sfidës. Tensioni ishte i pranishëm në çdo moment, ndërsa sytë e publikut ishin ngulur te çdo veprim i vogël. Kulmi i situatës erdhi teksa banorët ndodheshin në divanët e oborrit. Selin u afrua drejt Gretës, e cila ndodhej mes banorëve të akuariumit. Me buzëkuq në dorë, Seli nisi t'i lyente buzët Gretës dhe në një veprim krejt të papritur e puthi në buzë, duke shkaktuar habi dhe reagime të menjëhershme në shtëpi. Pavarësisht provokimit të hapur, Greta tregoi vetëpërmbajtje maksimale. Ajo nuk komunikoi as pak me Selin, duke respektuar rregullat e vendosura nga vëllai i madh, dhe u kthye vetëm nga banorët që kishin qenë në akuarium me të. Momenti ka ndezur menjëherë rrjetin dhe pritet të diskutohet gjatë, ndërsa mbetet për të parë nëse ky veprim do të sjellë pasoja apo tensione të reja në lojën e Big Brother VIP Albania 5. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.